Unë nuk jam në funksionin që ta kem unë strategjinë. Unë mund të kem në kokën time elemente të cilët mund t'i propozoj, që nuk mund t'i ndaj. Po sigurisht, atë ka një kryetar partia, ka një kryesi partia, ka një këshill kombëtar partia, që këshilli kombëtar është organi më i madh pas kuvendit partisë dhe është kuvendi i partisë. Pra, unë e respektoj shumë statutin, pavarësisht se mund të ketë pësuar ndryshime të forta të cilët kanë ndryshuar shumë gjëra të rëndësishme nga 11 dhjetori, por po themi parimet bazë dhe idealet që unë do të vazhdoj të qëndroj dhe do përpiqem që të realizohen ato objektiva që kishte 11 dhjetori. Por duke respektuar atë që është struktura vendimarrëse e Partisë Demokratike, unë gjykoj që duke kontribuar aty do përpiqem që ne të kemi një qasje që bën ballë jo vetëm momentin, sepse Rama këtë do, që ne t'i përgjigjemi në mënyrë reaktive momentit. Dhe në atë mënyrë ti je nisur për një drejtim dhe përfundje dhe sheh që shtegu të nxorri diku tjetër, domethënë, Ndërkohë, unë gjykoj që duke patur një plan, një hartë rruge të qartë për objektivin që kemi, do të na bëjë të mundur që të optimizojmë edhe energjinë e fundit opozitare, pra edhe atë partinë që deri dje nuk ishte me ne, duhet t'i gjejmë rrugën që të bashkohet me ne. Ato figura të cilët nuk do duan të jenë me ne, por pranojnë të bashkëndajnë me ne mesazhe politike etj. Pra një qasje e madhe që prodhon një dallk të madhe. Dhe dallk sigurisht që ka. Rama përpiqet thotë jo, po këtu opozita kështu, këtu jam unë, nuk ka për ndryshuar. Çdo gjë ndryshon dhe kjo shpeshherë është dhe tregues frike. Duhet të tregosh i fort kur eventualisht sheh që po kalbëzohet diçka. Dhe kalbëzimin e tregon numri i personave që sot janë burg nga qeveria, nga qeverisjet e Rama. Pra nëse do të bësh një seancë dëgjimore për çështjet e mbetjes e trajtimit të mbetjeve, ka shumë mundësi që është më efektive ta bësh në dhomat e paraburgimit për të marrë opinionin atyre që kanë qeverisur dhe ti thonë, "Ore, ku i futët duart dhe bët çorap këtë çështje dhe jemi kaq keq për të kuptuar mos ta bëjmë më herën tjetër." Pra, kaq keq, more thjesht një shembull. Pra, korrupsioni, pra i kanë vetëm cipa e propagandës i ka mbetur, se pjesa tjetër është e shkërmoqur. Tani neve të gjitha këto do t'i shfrytëzojmë në aspektin strategjik apo taktik. Apo të duku përballë ke ato bete që Rama i hedh dhe do t'i përballësh me se s'bën. Qoftë me kosto. Po, hodhi diellën, e gjithë Shqipëria dhe bota u mor me diellën javën e parë. Tani janë kandidatët. Tani një javë do jetë fushat. Kush nuk e dinte këtë model e Ramës. Ju ka thënë herë që unë jam disa hapa para. Dhe prandaj i shkoni kështu. Megjithatë. Po, ngajiherë hapat përpara mund të çojnë aty ku nuk duhet shkosh. Me hapa përpara bëri dhe komente për presidentin Trump, ta shohim se si ishte batuta që pati po, me që mendon që vetbesimi i tij i hapave para u ngryz duke admiruar presidentin. Por domethënë u drodh aq shumë mbas asaj që kish bërë vetë, domethënë kuptoj që i kish bërë hapat para më shumë se ç'duhesh. Pra, tu çështja që të kthehemi ke gjërat reale. Ai quante si një humor të mirë, por nuk ka njeri, duhet ta konsiderosh njeriu shumë budalla që ta bësh ta besoj atë lloj justifikimi. Megjithatë, edhe presidenti Trump mund të thotë ta lër këtë konflikt që s'ka ekzistuar. Mos merremi fare me këtë pjesë, po flasim për hallet që janë të Shqipërisë. Dhe ne kemi Ramën i cili ka këtë model. Po nuk mund qeveriset Shqipëria me shashka vetëm për të krijuar ty propagande. Po shkon drejt 16 viteve. Dgjoj. Po dakor, nuk është qeverisje. Është në pushtet, nuk po qeveris, është në pushtet. Qeverisja është një gjë, pushtet është në pushtetet. Çfarë kush është pasoja? Korrupsioni dhe krimi. Pra ajo që përmendet që dje ka patur arreste për falsifikime qindra mijëra metra katror tokë në Gjeneralsit. Është skandaloze, po kjo ndodh kur personat që ti vë në ato funksione nuk kanë guximin që të thonë jo, kjo nuk bëhet, por madje mund t'jenë vënë aty për shkak se si patronazhist suksesshëm kanë marrë një vend dhe do t'i përgjigjen atyre që e kanë vënë aty, qoftë një figurë politike që e ka vënë aty, i korruptuar dhe do të marrë përfitimin, qoftë një figurë kriminale, një organizatë kriminale që e ka vënë aty
dhe në marrëveshje me politikën kanë bërë planin paraprakisht. Pra ne bëjmë tryezat rrumullakta si të bëjmë zgjedhjet mira, këta bëjnë sofrën e rrumullakat si të ndajnë pushtetin. Kjo është diferenca. Memorandumi Kuçit thot, unë marr këtë, pas atyre shifrave janë llokmat që ikin Shqipërisë, që ikin shqiptarë. Pra, ajo është shembulli i fundit. Po nga ana tjetër tregon se sa i vogël është spaku në gjithë këtë histori. I cili ka një mbështetje shumë të fortë nga ana Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mund të themi që është i vetmi organ sot në Shqipëri që ka një mbështetje, sigurisht në interesin amerikan për të